Habit mjeku, gështenjat shërojnë këto tre sëmundje, ja pse duhet i hani. Është koha e gështenjave dhe shumica e tavolinave tuaja, nëse jo në baza ditore, atëherë të paktën një herë në javë konsumoni gështenja dhe bëni mirë. Për dallim nga frutat të tjera, gështenjat përmbajnë pak kalori, pak yndyrë, s'kan fare gluten, por janë burime të mëdha të vitaminave dhe mineraleve. Gështenjat po ashtu janë të pasura me fibra, dhe dieta e pasur me fibra njihet për efektet e saj në uljen e kolesterolit në gjak duke penguar absorbimin e kolesterolit nga zorrët. Gështenjat kanë përmbajtje dhe të acidit folik, element ky shumë i rëndësishëm, sidomos gjatë shtatzanisë. Nëse edhe kurdo që ndiheni të uritur, bëni zgjedhjen e dur duke ngrënë shëndetshëm. Vetëm pak gështenja në ditë ju do të parandaloni sëmundje të ndryshme dhe shtimin e tepërt në peshë.